Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Habit mjeku, shëroni gjëndrën tiroide me mjalt dhe 40 arra të pabëra. Gjëndra tiroide është gjëndra më e madhe e sistemit endokrin, përgjegjëse për zhvillimin mendor dhe fizik të njeriut. Nëse një individ lind pa gjëndrën tiroide, është 100% e sigurt që do të ketë prapambetje të rëndë mendore, e cila njihet të ndryshe me termin mjekësor kretinizëm. Gjëndrat e tiroides janë të vendosura në pjesën e poshtme të qafës, nën mollën e adamit dhe përfundon rreth laringut. Hormonet e prodhuara nga gjëndra tiroide janë shumë të rëndësishme pasi stimulojnë qelizat e metabolizmit. Në këtë video ne do t'ju prezantojmë me një recetë natyrale e cila kuron hipotiroidizmin, që është ulja e funksionit të tiroides. Hipotiroidizmi prek 2 deri në 3% të popullatës në mbar botën. Ajo prek kryesisht gjinin femërore në raportin 3:1 dhe shfaqet zakonisht pas të 30-tave. Disa prej simptomave kryesore janë ndjenja e lodhjes, plogështisë ose depresionit, lëkurë, thatë dhe thonjë të brisht, pa aftësi për të duruar të ftohtin, konstipacion, probleme me kujtesën dhe vështirësi në të menduarit qartë, menstruacione të forta ose të çrregullta. Përbërësit janë 40 kokra arra të njoma, 1 kilogram mjalt organik dhe 1 vazo qelçi. Këshillohet të përdorni arra të njoma në ngjyrë jeshile, të cilat përmbajnë më shumë selen se arrat e bëra. Lajini mirë me ujë të rrjedhshëm dhe më pas ndajini ato në 4 pjesë. Duke qenë se arrat janë akoma të njoma, lëkura e tyre do të pritet lehtësisht dhe do të tretet, po aq lehtësisht. Më pas vendoseni ato në një enë qelçi dhe shtoni mjaltin. Mjalti duhet të jetë organik dhe të mos përmbajë sheqer të shtuar. Mbylleni enën hermetikisht dhe mbajini në errësirë për 1 javë. Këshillohet që ju të konsumoni 2 lugë çaji nga kjo përzierje në mëngjes dhe 1 lugë çaji para se të flini. Rezultatet do ju habisin që në javën e parë të përdorimit. Gjithashtu, këtu ne do t'ju njohim me recetën me lëng hithre, e cila shëron tiroiden. Janë 2 lloje probleme kryesore me tiroiden: hipertiroidizmi dhe hipotiroidizmi. Në rastin e hipotiroidizmit, tiroidja nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Një gjë e tillë ngadalson çdo proces në organizëm. Nëse vëreni se po shtoni peshë apo jeni në kthetrat e depresionit, atëherë ne ju këshillojmë që të kontrolloni tiroiden. Këto probleme munden që të jenë shenja të një tiroide të lodhur e cila nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Shenja të tjera të hipotiroidizmit janë rënja e flokëve, konstipacioni, përtharja e lëkurës, ciklet e çrregullta tek femrat, rrahje të ngadalta të zemrës dhe gjithashtu një përgjumje e përgjithshme. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaji me gjethe të thata të hithrës ose të freskëta, 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe mjalt. Mënyra e përgatitjes: shtoni 2 lugë gjethe të hithrës në 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë. Lëreni për 5 deri në 10 minuta. Pasi të jetë ftohur mjaftueshëm, kullojini dhe shtoni pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Pijeni 2 deri në 3 herë në ditë për 15 ditë minimalisht. Vetitë e hithrës: hithra është e njohur për vetitë e saj. Kjo perime është një burim i pasur ushqyesish si vitamina A, B6, kalcium, hekur, magnez dhe jod. Prezenca e gjetur tek jodi në organizëm mundet që të përbëjë shkak për hipotiroidizmin. Gjithsesi, duhet të keni parasysh që të shtoni në ushqimin tuaj disa produkte të këshilluara, si për shembull vezë, mish, peshk,
ushqime si banane, portokalle, domate, fruta pylli, oriz, fara chia apo faralini, qumësht, djath, kos, ujë dhe pije pa kafeinë. Mirë po, çfarë duhet të evitoni? Evitoni ushqime si për shembull me gluten, bukën, makarona, bira, produktet e sojës, perime si brokoli, spinaçi, lakra që përmbajnë goitrogene që ndikojnë jo mirë në tiroide, fruta si pjeshk, dardha, luleshtrydhe, kafeinë dhe alkool. Tiroidja shfrytëzon jodin që marrim nga ushqimet për të çliruar të katër dhe të tretë të cilat shkojnë në gjak. Nga ana tjetër, sipas të dhënave, këto hormone diktojnë metabolizmin, tretjen, rënien në peshë, plakjen e shumë të tjerë, prandaj ju duhet të jeni të kujdesshëm. Gjithashtu, ju mundet që të përdorni edhe recetën me lëng xhenxhefili. Hipotiroidizmi, siç e thamë, është një sëmundje e cila prek gjëndrën tiroide duke e penguar atë që të prodhojë sasi të mjaftueshme të hormoneve. Kjo sëmundje kronike mund të trajtohet dhe të kurohet me një sër medikamentesh, por edhe me kura natyrale. Sipas të dhënave, një prej tyre ka të bëjë me lëngun e xhenxhefilit, një pije e cila përgatitet shumë lehtë dhe ka efekt të shkëlqyer. Ushqyesit e nevojshëm kundër hipotiroidizmit. Në momentin që trupi preket nga hipotiroidizmi, metabolizmi juaj bie në gjumë. Hapi më i natyrshëm në këtë rast është marrja e mineraleve për të aktivizuar tiroiden. Jodi është një prej mineraleve më të nevojshme, por jo i vetmi. Magnezi, zinku, kaliumi janë 3 minerale të dobishme që ju ndihmojnë të ndiheni më mirë. Lëngu i xhenxhefilit është i shkëlqyer sepse jo vetëm që plotëson nevojat për këto minerale, por mund ta pini rregullisht gjatë ditës pas edhe një problem. Si të përgatisni lëngun e xhenxhefilit? Receta e lëngut të xhenxhefilit është e thjeshtë, por jep rezultate vërtet të shkëlqyera. Përbërësit janë gjysmë filxhani çaj me copa të qëruara xhenxhefili, një kastravec, një lugë me gjethe të coptuara, 1 litër me ujë, 1 lugë çaj me krip të jodizuar. Përgatitja: zjeni ujë në një tenxhere, pasi të ketë marrë val, hiqeni tenxheren nga zjarri. Në një tas qelçi, vendosni aty xhenxhefilin, menten dhe kripën e jodizuar së bashku me copat e kastravecit. Mbusheni me ujin e zjerë dhe mbylleni me kapak. Lëreni përbërësit që të ndërthuren mirë me njëri tjetrin dhe më pas lëreni që të rrinë në temperaturë ambienti për një ditë të tërë. Të nesërmen ju duhet që ta filtroni këtë lëng dhe sigurisht ta përdorni atë duke zbutur intensitetin e tij me më shumë ujë nëse do t'ju duket i fortë dhe mund ta pini gjatë gjithë ditës. Këtë kur ju mundet që ta bëni të paktën 1 deri në 2 herë në javë për plot një muaj. Sigurisht, sipas ekspertëve, xhenxhefili është i pasur me magnez dhe me kalium dhe sigurisht xhenxhefili përmban edhe zink. Ai njihet si një ushqim me aftësi të pasura kundër inflamacionit dhe për këtë arsye xhenxhefili rekomandohet nga ekspertë të shumtë edhe për të trajtuar gjëndrën tiroide. Njerëzit që vuajnë nga tiroidja e ëndër duhet ta përdorin xhenxhefilin rregullisht. Mirë po duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.